Inspektorati Shtetëror Shëndetësor i vijon kontrollet e kushteve higjieno-sanitare të pishinave, bareve pranë plazheve dhe hoteleve në të gjithë subjektet e vendit. Gjatë kontrolleve, pishinat që janë konstatuar me mangësi kanë marrë detyra konkrete për përmirësimin brenda afateve të përcaktuara. Për subjektet që nuk kanë respektuar kushtet, janë marrë edhe masa administrative. Në disa subjekte janë konstatuar shkelje dhe janë marrë masa sipas legjislacionit në fuqi. Qëllimi është garantimi i kushteve higjieno-sanitare në për një sezon sa më të mirë. Inspektorati siguron se për çdo ankesë nga qytetarët apo riferim shëndetësor nga mjekët, ka në dispozicion grupin e gatshëm. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor Dela Rajonale Tiranë ka ngritur një grup të gatshëm i cili është gjatë gjithë kohës dhe çdo ditë në terren dhe është në pritje të ankesave të qytetarëve dhe ndihmës së subjekteve përkatëse që kërkojnë ndihmë nga ana jonë. Mijëra shqiptar frekuentojnë pishinat kryesisht në fundjavë. Në të gjithë vendin ka rreth 200 pishina, shumica e tyre në Tiranë. Ndryshe nga plazhet, pishinat kanë një risk më të shtuar të përhapjes së infeksioneve. Inspektimet dhe rinspektimet do të vijojnë përgjatë gjithë sezonit turistik.